Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falendrojmë Allahun te baraka wa taala e dërgojmë salate dhe shumë selame pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Miq të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po takohemi edhe në një takim të ri në shoqëri me kaptinën An'am, respektivisht me thellësitë e vargjeve dhe ajeteve të kësaj sure të bekuar nga Kurani famlart. Sot do të përmbyllim këtë sure inshallah taala dhe këtë shoqëri së bashku nga emisioni i parë kur kemi filluar dhe nga ajeti 151 deri tek ajeti 165 do të mundohemi të lexojmë ajetet në fjalë. Ajeti 151 thot Allahu fuqi plot: Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Deri në fund të ajetit thot Allahu fuqi plot. Ajeti 151. Thuaj, e jani t'ju lexoj atë që Zoti juaj u ka ndaluar. Të mos i bëni shirk, ortaki atij asgjë. Të silleni mirë me prindrit tuaj. Të mos i vrisni fëmijët tuaj nga friga e varfrisë. Ne ju furnizojmë juve dhe fëmijët tuaj. Të mos i afroheni veprave të shëmtuara, qofshin të hapura apo të fshehta. Të mos e vrisni njeriun që Allahu e ka bërë të shejt jetën, përveç me të drejtë. Këto janë ato që ai ju porosit që ju të mendoheni mirë. Ky është ajeti 151. Për plot dobi dhe dispozita të rëndësishme për besimtarët. Imam Tabariu, Allah mëshiroft, kur e komenton ajetin në fjalë, sigurisht ne do të bëjmë një përmbledhje të përgjithshme, nga se po t'i referohemi originalit të komentit, tefsirit të Imam Tabariut për ajetin në fjalë, nuk do të na mjafton një emision. Por ne e bëjmë një përmbledhje të përgjithshme të komentimit dhe interpretimeve të tij në këtë rast për ajetin 151. E jani t'ju lexoj. Imam Tabariu thoshte kjo është një thirrje universale, ftesë dhe thirrje për të dëgjuar shpalljen hyjnore. Porosia apo urdhri i parë, të mos i bëni shirk, të mos i bëni ortaki Allahut. Thot Imam Tabariu, kjo është urdhri më i madh dhe kjo është ndalesa më themelore dhe është baza e njohshmërisë ndaj krijuesit, respektivisht tauhidit. 2. Silluni mirë me prindrit tuaj. Imam Tabariu thot sjellja mirë në kupton bamirësi, respekt dhe ky është detyrim moral. Menjëherë, pas urdhrit ndaj Allahut dhe njohshmërisë ndaj tij, vije kjo detyrë si detyra më e rëndësishme e besimtarëve përballë urdhrave të Allahut, e që është kujdesi, respekti, dashuria, mirësjellja, mëshira ndaj prindërve. Qofshim çdo herë të respektuar e plot mëshirë e dashuri e kujdes ndaj prindërve tanë, për çdo ngjecje, mangësi, jo korrektësi që ne fëmijët mund ta kemi karshi prindërve tonë, Allahu na falt dhe na mëshiroft për mangësitë tona inshallah. Porosia e radhës, mos i vrisni fëmijët tuaj nga varfëria. Imam Tabariu thot, ishte një praktike asaj kohe, praktike shëmtuar, prandaj Allahu ndaloi një praktik të tillë të shëmtuar, ku nga friga e varfërisë i kanë mbyt fëmijët e tyre. Allahu është furnizuesi. Pastaj, mos ju afroni amoralitetit. Imam Tabariu thot, ndalimi i çdo forme të amoralitetit, qoftë i dukshëm, i fshehtë, qofshin veprime apo përpjekje për t'u afruar të amoraliteti. Pastaj porosia e radhës, mos e vrisni njeriu. Imam Tabariu thot ky ajet dëshmon se jeta e njeriu është e shejt përpos në raste të caktuara
kur mund të privohet njeriu nga jeta, e që këtu tani nuk është këtu momentit të bëjmë shpjegime, fjala vjen kur jemi në kushte lufte, me ata që janë armiq dhe agresor në momente lufte lejohet mbrojtja dhe vetëm mbrojtja dhe mbrojtja e vendit, atë dheut e kështu me radhë, edhe raste të tjera. Këto janë porosit, thot ajeti, Imam Tabariu thot këto janë urdhresa hynore, janë bazë e moralit dhe prandaj duhet të përdoret arsyeja dhe racionaliteti përballë këtyre detyrave dhe urdhave të Allahut te baraka ve taala. Nëse kishim me strukturu ajetin, atëherë ky ajet përmban 5 ndalesa apo janë 5 urdhra kryesor. Ndalimi i idhujtarisë, shirkut, apo ortakisë ndaj Zotit, mirësia dhe kujdesi e dashuria ndaj prindërve, ndalimi i vrasjes së fëmijëve, ndalimi i amoralitetit dhe ndalimi i vrasjes së padrejtë. Ajeti 152, thot Allahu dhul xhelal, vazhdon, wala taqrabu, vazhdojnë urdhrat. 5 ishin në ajetin 151. Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist la nukallafu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi Allahi awfu dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Vazhdon tani ajetin 152 me urdhra dhe porosi të tjera. Mos ju afroni pasurisë së jetimit, përveç se në mënyrën më të mirë, derisa ai të arrijë moshën e pjekurisë. Jepni masën dhe peshën me drejtësi. Ne nuk e ngarkojmë askën përtej mundësive të tij. Kur flisni, të jeni të drejtë, qoftë edhe kundër atyre që janë familjarë dhe njerëz gjakut tuaj. Përmbusheni besën ndaj Allahut, këto janë ato që ai ju porosit që ju t'i keni në mendjen dhe kujtesën tuaj. Imam Tabariu vazhdon edhe ajetin vijues duke e komentu, mos ju afroni pasurisë së jetimit, thot Imam Tabariu, ndalohet abuzimi dhe keqpërdorimi me pasurinë e jetimit duke e shfrytzuar, por lejohet menaxhimi i drejtë dhe kujdesi për pasurinë e tij derisa ata të arrijnë moshën e pjekurisë dhe të bëhen të aftë që ata të menaxhojnë me pasurinë që kanë trashëguar prej prindërve të tyre. Porosia tjetër, jepni masën dhe peshën me drejtësi, thot Imam Tabariu, ky ajet është thirrje që gjithë ata të cilët merren me tregti duhet të jenë të ndershëm, të drejtë dhe korrekt. Ndalohet çfarëdo lloj mashtrimi dhe manipulimi dhe kjo nënkupton që gjithë ata të cilët janë pjesë e ekonomisë duhet të jenë korrekt dhe të drejtë në çfarëdo lloj bashkëveprimi që e kanë me të tjerët në këtë aspekt. Nuk e ngarkojmë askën përtej mundësive, thot Imam Tabariu, ky është një parim universal, nga se Allahu dhul xhelal neve na obligon dhe na detyron konform mundësive dhe kapaciteteve tona. Urdhri tjetër, kur të flisni drejt, edhe nëse është dhe kërkohet që ta thuani të vërtetën edhe përballë atyre që janë të afërmit tuaj. Imam Tabariu thot gjithmonë kërkohet të thuhet e drejta dhe edhe gjatë dëshmisë duhet të jemi të drejtë, edhe gjatë gjykimit kur gjykojmë duhet të jemi të drejtë, edhe në veçanti kur kërkohet të dëshmojmë apo të gjykojmë, edhe kur kemi të bëjmë me ata që janë të afërmit tonë. Pastaj Allahu dhul xhelal thot, përmbusheni besën ndaj Allahut. Imam Tabariu thot, në marrëveshjet e tuaja, në marrëveshjet reciproke, në obligimet dhe detyrimet fetare dhe në premtimet reciproke, duhet t'i përmbushni të gjitha ato nga sa është urdhër i Allahut. Prandaj ajeti thot, të gjitha këto janë urdhra porosi që ju t'i keni në mendjen tuaj dhe t'i kujtoni se janë urdhra dhe detyrime që Allahu kërkon t'i përmbushni, prandaj me vetdijen morale reflektoni dhe përmbushni gjitha këto obligime. Ky ajet i përmban 5 urdhresa tjera, do thot ajeti 150 tani i kishte 5, tani ajeti 152 i ka 5 tjera që gjithsej bëjnë 10, e ato janë mbrojtja e jetimit, drejtësi ekonomike,
të jemi të baraspeshuar dhe të përmbushur përballë obligimeve dhe premtimeve, drejtësi në fjalë, dëshmi e gjykime, si dhe besnikëria ndaj marrëveshjeve. Ky është ajeti 152. Në ajetin 153 thot Allahu dhul jalal: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Thot Allahu dhul jalal, dhe kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni atë dhe mos ndiqni rrugë të tjera që ju largojnë nga rruga e drejtë e Allahut. Këto janë ato që ai juve ju porosit që të ruheni dhe të jeni të devotshëm. Imam Tabariu, duke komentuar ajetin 153, thot: "Kjo është rruga ime e drejtë." Kjo nënkupton se rruga e Allahut është Islami, rruga e vetme pa devijime dhe shtrëmbrime. Kjo është rruga që ka drejtësi, qartësi dhe stabilitet. Prandaj Allahu thot: "Ndiqeni atë." Imam Tabariu thot: "Obligim e kemi që ta ndjekim dhe ta pasojmë rrugën e Allahut, duke qenë të bindur para shpalljes së Allahut dhe urdhrave që i kemi marrë nga i dërguari i Allahut, dhe të kemi qëndrueshmëri dhe stabilitet në këtë të vërtetë. Mos ndiqni rrugë të tjera." Imam Tabariu thot: "Rrugët e tjera që Allah na paralajmëron që mos t'i ndiqim dhe të mos t'i pasojmë janë devijimet, e ato rrugë të devijuara janë të shumta, janë të lloj-llojshme dhe janë të ndryshme, duke u manifestuar qoftë nëpërmjet idhujtarisë e shirkut, bidateve, risive, gjërave të shpikura, marrëzive e kështu me radhë. Që ju largojnë nga rruga e tij. Nëse ju i ndiqni rrugë të tjera, atëherë ato rrugë të tjera që janë të shumta dhe të ndryshme do t'ju largojnë nga rruga e drejtë, e ajo është një rrugë e vetme, e që është Siratul Mustaqim, rruga e drejtë, sikurse na ka sqaruar Kur'ani dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ky ajet, dëshiroj të bëj një përmbledhje, përmban, do thot, ajeti përkufizon rrugën e drejtë, urdhron pasimin dhe ndjekjen e kësaj rruge, ndalon devijimet, si dhe ajeti në fakt ka një paralajmërim indirekt. Ajeti paralajmëron për përçarjen e mundshme, nga se vetë fakti kur disa pasojnë rrugë të tjera dhe largohen prej rrugës së drejtë, atëherë kjo rrjedhimisht rezulton me përçarje dhe ndarje. Ajeti 154 thot Allahu dhul jalal: "Thumma atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun." Thot Allahu dhul jalal, pastaj ne i dham Musait librin si plotësim për atë që ai bëri mirë dhe si sqarim për çdo gjë dhe udhëzim e mëshirë që ata të besonin në takimin me Zotin e tyre. Imam Tabariu, ajetin në fjalë kur e komenton, thot: librin të cilën Allahu ja dha Musait është fjala për Tevratin. Ishte shpallje hynore dhe edhe Tevrati ishte vazhdimsi e librave dhe shpalljeve të mëhershme që të dërguarit e Allahut para Musës ishin pjesë e këtij procesi. Si plotësim për atë që bëri mirë, Imam Tabariu jep dy interpretime. Për ata që vepruan mirë, erdhi ky shpërblim dhe plotësim, apo interpretimi i dytë, ky ishte plotësim i ligjit dhe udhëzimit të Allahut. Faktikisht, çdo i dërguar i Allahut dhe çdo pejgamber i ri i cili ka ardhur në një farë forme e ka plotësuar pejgamberin paraprak. E ka plotësuar pejgamberin paraprak. Prandaj pejgamberi Muhamedi alayhis salam është vula e pejgamberisë dhe përmbyllja e gjithë pejgamberëve të Allahut. Me ardhin e Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam është përmbyll zinxhiri i gjatë i gjithë pejgamberëve të Allahut alaihimus salam. Thot Allahu dhul jalal në ajetin, në këtë ajet, në këtë libër që ne i dhuruam Musaut, ka sqarim për çdo gjë. Shpjegim i ligjeve, sqarim për gjërat që janë të lejuara dhe të ndaluara, halal dhe haram, si dhe në të janë prezente normat fetare. Udhëzim dhe mëshirë, udhëzim, drejtësi dhe fe, mëshira nënkupton lehtësim në gjëra dhe veprime të caktuara dhe shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajeti, kur e përmbledhim ajetin na mëson se këtu përmendet
Tevrati si libër që Allahu ja dhuroi Musaut alayhis salam, këtu tregohet se shpallja e Allahut ishte vazhdimsi, sikurse kishte ndodhur për pejgamberët e kaluar. Udhëzimi i Allahut paraqitet si mëshirë nga Allahu dhul xhelal. Pastaj ajeti lidh ligjin me besimin në ahiret, si dhe vazhdon narrativin e udhëzimit hynor, sikurse ishin udhëzimet hynore paraprakisht për pejgamberët e Allahut që ishin ardhur më herët. Ajeti 155. Thot Allahu fuqi plot: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dhe kjo është një libër, është fjala për Kur'anin, që ne e kemi zbritur, i cili është një libër fort i bekuar, mubarak, prandaj ndiqeni dhe keni frikë nëse dëshironi të mëshiroheni. Thot Imam Tabariu, duke e komentu ajetin 155, kjo është një libër që ne e kemi zbritur. Kjo është një libër, është Kur'ani, është shpallje hynore, që Allahu fuqiplot ja zbriti zemrës së bardhë dhe shpirtit fisnik Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam. Në fakt Kur'ani është vazhdimsi pas Tevratit. Është vazhdimsi. E pat ajetin 154 tha ne Musaut ja dham librin Tevratin, e tash me një ajetin 155 nuk ka shkëputje, të gjithë të dërguarit e Allahut, të gjithë pejgamberët e Allahut kishin një burim dhe një origjinë, dhe të gjitha librat qiellore të shpallura nga Allahu janë vazhdimsi e njëra tjetrës deri tek Kur'ani, i cili është libër universal dhe përmbyll shpalljen dhe librat qiellore që kanë ardhur nga Allahu fuqiplot. Allahu dhul xhelal e cilëson dhe vlerëson këtë libër Kur'anin si libër i bekuar. Thot Imam Tabariu, çka i bie i bekuar? I bie se Kur'ani përmban mirësitë e shumta, përmban udhëzim, dobi edhe në këtë dunja, por edhe në ahiret. Begati të vazhdueshme, ndikimi i Kur'anit është jashtëzakonshëm dhe është gjithëpërfshirës. Prandaj Allahu thot, ndiqeni atë, pasojeni, ecni konform direktivave, sugjerimeve, udhëzimeve, porosive, këshillave dhe dritës së Kur'anit. Imam Tabariu thot, ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë Kur'anin, ata kanë një disiplinë shpirtërore dhe një disiplinë në jetën e tyre. Nëse keni frikë Allahut, nëse dëshironi të mëshiroheni. Ky është qëllimi final. Mëshira hynore është qëllimi dhe synimi i çdo njerit nga ne si besimtar në këtë botë, dhe mëshira hynore është qëllimi final i joni nesër në ahiret në takimin me Allahun Tebaraka wa Taala. Ajeti 156 thot Allahu fuqiplot: "An taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin." Që të mos thoni ju, libri u zbrit vetëm mbi dy grupe para nesh dhe ne ishim të pavetdijshëm për studimin e tyre. Imam Tabariu thot, qëllimi i shpalljes së Kur'anit është që të mos i mbetet askujt justifikim se ata kanë mungesë të argumenteve dhe dëshmive për faktin se ata kanë qenë larg nga rruga e drejtë, kanë qenë mohues dhe kundërshtues të mësimeve të Kur'anit, prandaj që të mos thot askush prej juve se ju nuk keni ditë, nuk keni pas udhëzim, nuk keni ditë të orientoheni. Ne për këtë qëllim e sjellëm Kur'anin, e dërguam Muhammedin a.s. e përzgjedhëm atë, ishte në mesin tuaj plot 23 vite, çdo ditë dhe natë me plot argumente, dëshmi dhe fakte e prova, prandaj juve nuk ju mbetet asnjë lloj justifikimi dhe arsye nëse nuk e keni ndjek Kur'anin dhe pejgamberin a.s. se keni përfundu këtu ku keni përfundu. Libri u zbrit mbi dy grupe para nesh, domethënë tani Kur'ani ju thot i dhujtarëve të Mekës: nëse ju keni pas informacione se hebrejve Allahu a dërgoi Musën dhe Tevratin, krishterëve u a dërgoi Injilin dhe Isën, të birin e Mariemës,
Arabët nuk kishin justifikim të thonin se ne nuk kishim shpallje. Ja, Allahu juve u dërgoi Kur'anin, nga mesi juaj e zgjodhi Muhamedin a.s. Këtë libër të bekuar Allahu e solli në gjuhën tuaj, me qëllim që ju ta kuptoni mirë dhe drejt, sakt se ky Kur'an nuk është burim njerëzor dhe nuk është prodhim i mendjes së askujt, por është shpallje nga i madhi Allah te baraka wa taala, dhe ky libër është një libër i bekuar për plot mirësi e dobi për këtë botë dhe botën tjetër. Prandaj, ju nuk keni të drejtë të thuni se ishim të pavetëdijshëm, thot ajeti, thot Imam Tabariu. Ju nuk keni të drejtë të justifikoheni se nuk e keni ditë gjuhën e librave të mëparshëm. Ja, u asallëm një libër, Kur'anin, në gjuhën që ju e kuptoni. Apo nuk mund të keni arsye se nuk keni pas qasje dhe akses në librat që kanë qenë më herët, Tevrati dhe Injili. Po flasim për shumë gjenerata, breza që kanë jetu qindra vite, madje mija vite para pejgamberit Hasan. Ja, ju nuk keni asnjë arsye, ja ku e keni librin e Allahut. Ajeti përmban në vete, po e përmbledh ajetin, ajeti shpjegon arsyen e shpalljes së Kuranit, heq justifikimin e mungesës së shpalljes dhe një libri të zbritur nga qielli. Ajeti i referohet librave të mëhershme Tevratit dhe Injilit, e shpjeguam, vendos përgjithsinë universale, si dhe ajeti vazhdon argumentin hynor për njerëzimin. Do thotë, këtë poenta tregon se udhëzimi dhe shpallja është një vazhdimsi e shpalljeve hynore dhe udhëzimeve që kanë ndodhur më herët tek të gjithë pejgamberët të cilët ishin dërguar më herët. Ne po ndalemi këtu, po e bëjmë një pauzë të shkurtër dhe menjëherë do të kthehemi me lejen e Allahut me ajetet vijuese inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, jemi në takimin ton në shoqëri me kaptinën An'am, duke analizuar dhe duke lezuar ajetet e kaptinës An'am, duke filluar nga ajeti 151 e deri në fund të kaptinës, deri tek ajeti 165. Ajetet e para, të cilët së bashku i lexuam dhe i komentuam dhe dëgjuam komentimet dhe interpretimet e Imam Tabariut, ishin pikërisht ajetet të cilat na tregojnë për vazhdimsinë e shpalljes hynore. Ajetet po ashtu na tregojnë disa kode etike që duhet të kemi parasysh, si dhe përgjithsinë njerëzore përballë rrugës së drejtë që Allahu te baraka wa taala dërgoi shumë pejgamber dhe zbriti shumë libra të shenjtë nga qielli, që njerëzimi të mos mbetet i pa udhëzuar dhe të mos ketë askush justifikim dhe të drejtë të thotë se nuk kemi ditë të udhëzohemi nga se kishim mungesë të librave hynore dhe mësimeve hynore. Ajeti 157, thot Allahu dhul Gjelal, au taqulu law anna unzila alejna al-kitabu lakunna ahda minhum. Tash, vazhdon, ajeti 157 është vazhdimsi e ajetit paraprak. Ose që të mos thoni, tash, Kurani tërkohën i replikon, e mëson pejgamberin me i repliku, i dhujtarët e Mekës që ishin kundërshtar dhe mohues të Kuranit. Ose që të mos thoni, sikur të na ishte zbritur libri, ne do të ishim më të udhëzuar se ata, por juve ju ka ardhur një argument i qartë nga Zoti juaj, i cili është përplot udhëzim dhe mëshirë. Kush është më zullumçar se ai që i përgënjeshtron fjalët e Allahut, provat dhe dëshmitë e faktet e Allahut dhe largohet prej tyre? Ne do t'i ndeshkojmë ata që largohen nga dëshmitë tona me një dënim të rëndë, për shkak se largoheshin
nga të vërtetat dhe faktet. Imam Tabariu, duke komentuar ajetin në fjalë, thot: ajeti 156 është vazhdim. Ajeti 157 është vazhdim i ajetit 156 që më herët e përmendëm, i cili ajet vazhdon të mos e njeh asnjë justifikim dhe pretendim të atyre të cilët mundohen gjendjen e tyre të keqe, mungesën e udhëzimit, lajthitjen dhe devijimin dhe humbjen e tyre ta justifikojnë në një farë mënyre. Ajeti nuk e pranon këtë. Prandaj edhe arsyet e tyre hipotetike, thot Imam Tabariu, kur thonë do të ishim më të udhëzuar, është një pretendim hipotetik, i cili origjinën dhe burimin e ka nga arroganca e popujve të mëhershëm. Domethënë, është argument i vjetër, edhe sot, edhe pse jo 1500 vite pothuajse nga zbritja e Kuranit, sot e kemi të njëjtin argument të vjetër. Edhe sot në kohën tonë shumë njerëz mundon në mënyrë hipotetike të justifikojnë gabimet e tyre, lajthitjen e tyre, humbjen e tyre, devijimin e tyre, gjendjen e tyre që janë larg nga ajo çfarë kërkon krijuesi nga ne. Prandaj Allahu thot, ju ka ardhur një argument i qartë. Imam Tabariu thot, ky argument i qartë është Kurani. Qartësia e Kuranit është absolute. Në brendinë e Kuranit ka prova, argumente, fakte që nuk ka fare dilema dhe dyshime. Por jo vetëm kaq. Ajeti thot se jo vetëm Kurani si është argument i qartë, por Kurani është edhe udhëzim dhe mëshirë. Imam Tabariu thot, udhëzimet dhe mësimet e Kuranit gjithmonë janë drejtësi, si dhe mëshira e Kuranit, që Kurani neve na mishron me mëshirën e tij, është shpëtim për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. E tash ajeti thot, a ka njeri që është më i padrejtë dhe më zullumçar se sa ai i cili të gjitha këto i injoron dhe pastaj prap jep vetit të drejtë me vazhdu në hamendjen dhe gabimin e tij. Prandaj thot Imam Tabariu, shpifja dhe mohimi ndaj Zotit fuqiplot, ndaj të dërguarve të Allahut, ndaj librave të shenjta, është shpifja dhe mohimi më i rëndë. Dhe kjo vije si rezultat i refuzimit të argumentit. Dhe prandaj Kurani e konsideron se kjo është krijimi më i madh që mund të ndodhë prej këtyre njerëzve me ndjehlet dhe këtyre njerëzve të pa ndërgjetshëm. Prandaj edhe Allahu dhul xhelal në këtë ajet tregon se për të tillët Allahu ka përgatitur një dënim të rëndë për shkak se ata refuzuan udhëzimin në mënyrë të vetëdijshme. Pas gjithë këtyre argumenteve, në mënyrë të vetëdijshme e zgjidhen refuzimin. Përmbledhja e ajetit në fjalë nënkupton se ajeti rrezon çfarë do lloj justifikimi hipotetik që ata mund të përdorin, konfirmon ajeti argumentet e bollshme që janë në brendinë e Kuranit dhe ato çfarë na ka mësuar pejgamberi alsam, denoncon refuzimin e të vërtetës, ajeti paralajmëron dënim për gjithë ata të cilët janë mohues, refuzues, arrogant e kryeneq, si dhe ajeti përmbyll argumentin kundër atyre mohuesve që janë pa argumente. Ajeti 158, thot Allahu dhul xhelal, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'd ayati rabbik. Thot Allahu dhul xhelal, a mos ata presin tjetër veç se të vinë engjuj, ose të vi Zoti yt, ose të vi ndonjë nga shenjat e Zotit tënd. Ditën kur do të vinë ndonjë nga shenjat e Zotit tënd, nuk i bën dobi asnjë shpirti besimi i tij, edhe nëse kanë besuar, nga sa ata më parë nuk kanë besuar, ose nuk ka fituar ndonjë të mirë me besimin e tij. Thuaj, prisni, edhe ne po presim. Imam Tabariu, duke komentuar ajetin 158, thot: a mos presin? Imam Tabariu thot, mohuesit kërkojnë shenja të jashtëzakonshme apo prova ekstreme, siç mund të themi, për t'i shtyer ata në besim. Nuk mund të sfidohet Zoti, o vëllezër dhe motra. Po, Kurani na tregon histori të popujve dhe shoqërive në të kaluarën që pejgambert e Zotit
janë mundu të sfidojnë dhe nëpërmjet këtyre kërkesave ekstreme kanë provu me sfidu Zotin. Por po ashtu Kurani na tregon se të tillët e kanë psu keq. Të tillët e kanë psu keq. Prandaj, kërkesa e tyre që të na vinë neve melek, engjëj, apo të na vjen Zoti, apo të na dërgon Zoti shenja që ne të bindemi dhe pastaj të besojmë, krejt këto kërkesa ekstreme, sfiduse, fundin e kanë të tmerrshëm, ashtu sikurse na mëson Kurani. Për shembull, pejgamberi alayhis salam na tregon se në fundin e botës, kur vjen fundi dhe shkatrimi i dunjas, ditën e Kiametit, pejgamberi alayhis salam na paralajmëron për shenjat e mëdha të Kiametit, kur thotë se nga shenjat e mëdha të Kiametit është kur dielli lind në perëndim dhe perëndon në lindje. Kur ndodh ky fenomen dhe kur ndodh dhe shfaqet kjo shenjë prej shenjave të mëdha të Kiametit, të gjithë do të besojnë në madhërinë e Zotit. Por Kurani, ky ajet, tani ajetin fjalë, na tregon se në këto momente besimi nuk është i dobishëm. Nuk njihet ky besim. Nga se këta po besojnë nga friga. Apo sikur na tregon Kurani për shtazën e tokës e cila para ditës Kiametit del dhe i qorton njerëzit. Të gjithë njerëzit do të besojnë në këto momente. Por besimi në këto momente është i padobishëm dhe nuk vlen. Siç na tregon Kurani, kur faraoni i Musës e pa se atë po e ngulfat dhe po e mbyt uji i detit të kuq, ai tha, unë tani po i besoj Zotit të Musës. Por ishte vonë, nga se e pa veten të fundosur në detin e kuq. Ai hyri në detin e kuq me qëllim që ta kap Musën dhe popullin e tij, ti vret e ti arreston e ti sklavron nga se i konsideron të sklavër. Por kur e pa se po përmbyset dhe e fundosi uji i detit të kuq, ai në ato momente faraoni Musës tha, unë po i besoj Zotit Musës. Por Kurani na tregon dhe Kurani e denoncon këtë lloj mosbesimi, se kjo është mosbesim. Ai e deklaroi besimin, por në fakt është mosbesim. Dhe Kurani nuk e pranoi besimin e tij. Prandaj edhe ajeti në fjalë na tregon se gjithë ata të cilët kërkojnë prova ekstreme dhe provojnë me sfidu Zotin e Madhërisëm, në momente kur shfaqen shenjat e tilla, provat e tilla, besimi i këtyre njerëzve është i padobishëm dhe është i papranueshëm dhe nuk vlen besimi i tyre. Prandaj, për ta përmbledhur ajetin 158 dhe çfarë përmban ai në vetveten e tij, themi ajeti 158 paralajmëron për shenjat e fundit, vendos kufirin e besimit, refuzon besimin e vonshëm, çat besimin e vonshëm që vjen si rezultat i frikës, thekson urgjencën e besimit dhe përmbyll argumentin ndaj mohuesve. Ajeti 159 thot Allahu fuqi plot: Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Vërtet, ata që e përçan fen e tyre dhe u bën grupe e tarafe, ti nuk ke asgjë të bësh me ta. Çështja e tyre është vetëm tek Allahu, pastaj ai do t'i njoftoj për ata që bën ata. Imam Tabariu ajetin 159 e komenton kështu. Thot, kur Allahu thot ata që e përçojnë fen e tyre, Imam Tabariu komenton, ndarja në fe është prej mëkateve shumë të mëdha. Ndarja në fe vije si rjedhoj e devijimit dhe lajthitjes nga e vërteta. Devijim nga Kurani, devijim nga rruga e drejtë dhe nga rruga e Muhamedit a.s. Përçarja në fe vjen prej gjithë atyre që provojnë me ndryshu dhe me falsifiku shpalljen. Kështu na mëson ajeti dhe këtë e konfirmon Imam Tabariu duke e komentu. Thot Imam Tabariu, kjo pjesë ajetit i përfshin hebrejt, të krishterët dhe çdo grup që devion nga rruga e drejtë, nga rruga e Kuranit dhe nga rruga e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ajeti tregon se thot ata që provuan të bëjnë ndarje dhe përçarje në fe u bën grupe. Thot Tabariu, fraksione, sekte, ndarje ideologjike
Dhe çdo grup ndjek rrugën e tij dhe është i kënaqur me grupin dhe ata që e pasojnë atë. Prandaj ajeti 159 duke i përmbledhur ato çfarë i përmban, ajeti paralajmëron për përçarje dhe ndarje në fe. Ajeti refuzon fragmentimin. Ajeti tregon se i dërguari i Allahut është i mbrojtur dhe i pastër nga devijimet, vendos gjykimin të Allahu, si dhe ajeti konfirmon se uniteti është parim themelor që besimtarët janë të obliguar edhe të kontribojnë për unitetin, por edhe të ndjekin rrugën e unitetit. E rruga e unitetit është pikërisht ajo që Allahu na ka treguar në Kur'an në kapitullin Ale Imran, ku Allahu thot: "Wa'tasimu bihablillahi jamian", dhe ju të gjithë kapuni e bashkoni fort rreth litarit të Allahut. E litari i Allahut është Kur'ani dhe janë mësimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ajeti 160 thot Allahu fuqi plot: "Men jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Kush vjen me një vepër të mirë, do të shpërblehet me 10 fishin e saj. Ndërsa kush vjen me një vepër të keqe, nuk do të shpërblehet vetëm se me një të keqe. Dhe atyre nuk ju bëhet pa drejtësi. Imam Tabariu thot, duke komentuar ajetin 160, kush vjen me një vepër të mirë, thot Imam Tabariu, çdo vepër e mirë rrjedh, rezulton nga besimi, dhe veprat e tilla që dalin dhe burojnë nga besimi dhe janë të mira, konform Kur'anit dhe pejgamberit, pranohen nga Allahu dhe shpërblehen. Thot Imam Tabariu, shpërblimi fillon me 10. Minimumi është 10, e pastaj maksimumi është sa Allahu nga mirësi dhe mëshira e tij dëshiron ta shpërblej robën e tij për një të mirë. Domethënë, minimumi i shpërblimit është 10. Maksimumi Allahu e din si dhe sa e shpërblen robën e tij, varësisht prej rrethanave, momentumit, fuqisë së veprës, sinqeritetit e kështu me radhë, nga se nuk është ky momenti të ndalemi dhe të zgjerohemi në këtë tematik. Vazhdon ajeti: kush vjen me një të keqe, kush bën një mëkat, atëherë do të shpërblehet se vetëm me një të keqe, nuk u bëhet pa drejtësi. Allahu te baraka wa taala e ka drejtësinë e tij hyjnore, andaj askujt nuk i bëhet pa drejtësi, por çdo kush me merit dhe sipas meritës shpërblehet për mundin e tij. Ajeti 161 thot Allahu dhul Jalal: "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin." Thuaj, vërtet Zoti im më ka udhëzuar në një rrugë të drejtë, në një fe të qëndrueshme, në fenë e Ibrahimit, e cila është fe e pastërt nga çdo lloj devijimi, dhe ai Ibrahimi nuk ishte prej idhujtarëve. Imam Tabariu, duke komentuar ajetin e fjalë, Zoti im më ka udhëzuar, thot, udhëzimi është nga Allahu, asnjë pejgamber i Allahut nuk ka vepruar nga vetja e tij, por të gjithë kanë qenë të udhëzuar e të udhëhequr nga shpallja hyjnore. Pastaj Imam Tabariu ndalet tek pjesa e ajetit fe e qëndrueshme, dinën qiyaman, fe e drejtë, e balancuar, e qëndrueshme. Feja e Ibrahimit, thot Imam Tabariu, vazhdimësia e njëshmërisë ndaj krijuesit, vazhdimësia e tauhidit, është ajo lidhja e fortë që Ibrahimi a.s. U lidh dhe vazhdoi rrugën e pejgamberëve që ishin para tij, ndërsa Muhamedi a.s. ishte në këtë linje dhe ishte vazhdimësi e kësaj linje, prandaj u përmend feja e pastër monoteiste e Ibrahimit a.s. Pastaj ajeti 162 thot Allahu dhul Jalal: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, vërtet namazim, kurbanim, jeta ime, vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botrave. Imam Tabariu, duke e komentuar
këtë ajet e bën këtë përmbledhje ku thot në të parë, thot ky ajet vendos disa dimensione etike, prandaj ajeti vendos unitet mes besimit dhe jetës, vazhdimsi në veprim, si dhe ky ajet, që është jashtëzakonisht i bukur, është identitet shpirtëror. Do të thonë, nëse ne kishim me bën një pyetje, shpirti a ka një identitet dhe a mundesh me përshkruaj me pak fjalë identitetin e shpirtit që ti e bart, atëherë përgjigjja më e mirë do të ishte ajeti 162 i kapitullit En'am, thuaj namazi im, kurbani im, sakrifica ime, jeta dhe vdekja ime janë për Allahun. Kjo është identiteti i shpirtit tim. Kjo është identiteti i shpirtit tim. Prandaj ajeti paraqet përkushtimin e përgjithshëm ndaj Allahut, lidh ibadetin me jetën dhe vdekjen, thekson njëshmërinë ndaj krijuesit praktikisht, si dhe përmbyll identitetin fetar të një besimtari të mirëfillt. Ajeti 163 vazhdon, është vazhdimsi e ajetit 162, la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ai Allahu nuk ka shok, nuk ka ortak, për këtë jam i urdhëruar dhe un jam i pari nga ata që i nënshtrohen Allahut, un jam i pari i muslimanëve. Pastaj në ajetin 164 Allahu fuqiplot thot: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون. Thuaj, atë kërkoj Zot tjetër përveç Allahut, kur ai është Zoti i çdo gjëje. Çdo njeri fiton vetëm për veten e tij dhe askush nuk e bart barën e tjetrit. Pastaj, te Zoti juaj është kthimi dhe ai do t'ju njoftoj për atë çfarë keni kundërshtuar. Dhe ajeti 165, por para se të lexojmë ajetin 165, ajeti 164 përmbledh këto gjëra, do thotë refuzon çdo zot tjetër përpas Allahut, i cili është një i vetmi i pa përgjasues, vendos përgjegjësinë individuale, ndalon bartjen e fajit, çdo kush e merr dhe e gëzon atë çfarë atij i takon, thekson kthimin ton të përgjithshëm tek Allahu, si dhe përmbyllet me segmentin e drejtësisë hyjnore të Allahut te baraka wa taala. Dhe ajeti i fundit, o vëllezër dhe motra, i kapitullit En'am 165, dhe ky është ajeti që përmbyllet kaptina e gjatë En'am, thot Allahu dhul jalal: wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurun rahim. Thot Allahu fuqiplot: ai është ai që ju bëri zëvendësues në tokë dhe ngriti disa prej jush mbi disa të tjerë në shkallë për t'ju provuar në atë që ju ka dhënë. Domethënë, ne jemi sprovë për njëri tjetrin. Vërtet Zoti yt është i shpejt në dënim, por është edhe falës dhe mëshirues. Imam Tabariu, Allahu mëshiroft, duke komentuar ajetin 165 të kapitullit En'am, thot: ju bëri zëvendësues në tokë. Thot njerëzit, Imam Tabariu, pasojnë njëri tjetrin. Çdo brez pason brezin tjetër. Pastaj ajeti tregon se ne në tokë kemi përgjegjësi. Pastaj pjesa tjetër e ajetit ngriti disa mbi të tjerët. Imam Tabariu thot Allahu dhul xhelal nuk i ka kriju krejt njerëzit të jenë të njëjtë dhe të jenë të barabartë, por ata kanë dallimin mes vete. Kanë dallimin pasuri, në dije, në fuqi, në pozitë, por Allahu dhul xhelal tregon se këto dallime që janë në mes nesh, Allahu ka bë pikërisht që ne t'jemi sprov për njëri tjetrin. Për t'ju sprovuar, jeta është prov, çdo dhunti është test se si përdoret ajo. Çdo dhunti është test se si përdoret ajo. Allahu e ka dënimin të shpejt, por Allahu është falës dhe mëshirues.
përmbledhja e ajetit në fjalë është kjo, ajeti 165 përkufizon njeriun si zëvendësues në tokë, shpjegon dallimet si provë, thekson përgjegjësinë ndaj dhuntive dhe mirësive që Allahu na ka begatu, paralajmëron për dënim dhe mëshirë dhe përmbyll gjithë mesazhin e surës An'am. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra. Për plot 25 javë ishim së bashku me ajetet e bukura të kësaj sure të jashtëzakonshme të kapitines An'am. Nuk e di a kemi pas mundësinë dhe a kemi ditur që të sjellim dobi dhe mësime nga këto ajetet kësaj sure të jashtëzakonshme. Jemi munduar dhe elus Allahu dhul xhelal që nga këto takime të përbashkëta të kemi pasur dobi, po ashtu elus Allahu dhul xhelal që gjitha ato që i kemi thënë dhe kemi provu ti mësojmë, elus Allahun fuqiplot që t'jenë argumente për ne dhe asnjëherë të mos jenë argumente kundër nesh. Elusim Allahun dhul xhelal që çdo herë t'jemi të bekuar nga bekimet dhe mirësitë e këtij librit të bekuar të Kur'anit famlart. Allahu fuqiplot na dhasht dobi e mësime nga ato çfarë i lexojmë dhe i dëgjojmë nga fjalët e Kur'anit, nga fjalët e Allahut te baraka ve taala. Deri në takimin e radhës, në projektet e radhës, elus Allahu dhul xhelal që kudo që gjindeni të jeni në kujdesin dhe në mbrojtjen e të madhit Allah, ai është mbrojtësi i joni më i miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.